Muhamedi a.s. na e kemi trajtuar herën e kaluar ku Muhamedi a.s. Safwan ibn Umayjes ja ka dhënë 300 deve, armikut më të madh habibi të Islamit. Sigur sot me thotë e keni hoq 300 Mercedesa mi ble. Mi a dhon një qafirit, një mushrikut. Baba i ti, Umayje ibn Khalaf, ka qenë armiku më i madh i muslimanëve, i Muhamedit a.s. është myt në luftën e Bedrit, djalit ti hala ma shumë armiku bo, pse ja kanë mytë edhe babën, apo? Në fund Muhamedi a.s. pi kërkon hua parzmore për me luftu në luftën e Hunenit, po? Edhe pja e pi thot dhurat nuk t'i jap, veç po t'i jap hua. Ja merr parzmorët Muhamedi a.s. Kur kthehet pi luftës, i ndon 100 deve. Janë gjetë 1, 2, 3, 4. Mas edhe 100, 200, 300 deve. Kujt? Njeriut që e ka luftu dinin e Allahut subhanahu wa taala. Dikush në analisti shkon hësë kohë, i sot shumë atje, që e kishtë thonë Muhamedi a.s. Ti e bashkëpunëtori qafirave. Ti aspet dime që ka buaj kudër islamit. Mirë po që e u bo sebeb që Allah subhanahu wa taala me zbut ato dhe me pranu islamin. Parja të qafiri lunë rallë shumë abive. Mu shjagon me pare qafirit. Nëse ki frikë prej domit tynëve, mu shja pare. Edhe me pare ti ato e blenë, po themi kushtimisht. A di që ka thonë ulemaja? Thot, Allah mos ma mundsof një bidatxhi me ma bo një të mirë, sepse ma më shilgojnë, së në follu i kundra ti. Wallahi, abibi, me ta bone një të mirë ty, sa do t'i urejti me pas, në dërgjegja nuk len me më shajti. Më mirë dhe tash Arabia e dha 1 trilion. Jo mos si a dha, a i boni investim, boni edhe për veti përfitoj. Hama subhanallah, Katari jep 400 milion dollar ja blin, dhurati ka thonë, s'fol kundër Katarit kërkosh. Pse? Se a i mbroni kwancat. Një shtet tjetër për shembull tregtia apo ku e diuna, kur gjë s'flasin, ky çka boni, veç investim, për forcon ushtrinë e vet. Çka ka të keqe këto? Njerëzit që janë larg pam sa i din këto sene. Ato, bash aty subhanallah kur ardh, se po duhet me do sene që mi kuptu do sene, së dhja keni vrejt aty kur ardh Trumpi, aty ka qenë Sheikh Salih Ali Shehi. Sheikh Salih Ali Shehi. Çfarë alamet dietari është ai? Kjo kallzon shumë habibi. Dietarin me lonat. Apo këtan. Ty me të thëheq të më thëmë një aspekt dietari aty. Me t'i kallzu këto meselet në detaje. Edhe me dhënjen me investimin e 1 trilion e qenë ato, me njerë sankcionet e Siris u hoqën. Me njerë sankcionet e Siris u hoqën. Edhe në Facebook e pashune, e Bukatada al-Albani, tash është në qeveri atje në pushtet, të Ahmet e Sharaj, e shkrujti, tha me heqjen e sankcioneve ndaj Siris, Siria përfiton 140 miliard. Pse? Sepse janë bloku fondet kur ka qenë lufta ndaj sanksione që kanë pas. Kush përfitojt ashtu? Hajde kallëzëm një mu. O, menoni, o vllazni mi o thonë këtynve. Menoni, më thonë që përfiton Siria, që tha kur ti merë këto para, që kanë qenë blokume, thot hiqet nga ajo, dhe më thonë, hiqet ajo varfria madhe që është në Siri nga lufta 10-20 vjeqare që ka ndodhë. E qëto mesele du të mi dit njerëzit, nuk është politika bardhëzi vllazni. Thëke, o Gjajsat thëke, të parët që kanë deviju shkaku i politikës janë Hawarijët dhe Shijat. Sheh Meshuri, kur kje para 4 vjetë, 3-4 vjetë, thëke politika që flitet jashtë me ato që bëhet mrenda ka dallim. Diçka flitet e diçka tjetër, dhe më thonë, bëhet. Bile, para se me dhonë deklarata për jashta, ata i bëjnë planin që ka me folë për jashta. Leje mos i mirë me këtë punë, me thonë. Unë s'kom qef në për ligjerata mi përdor këto temat politike, po në erë do mësdo për du të mi përdor, për pak mja u dhejë senzorin muslimanve, disave.
Që mi thonë nuk o që ashtu që shpamenon ju, bardhëzi senet mos i këshyrni. Sepse senet pak ma të gjëra, apo. A e din që për pak ka pas me ndodhë para 1 vjete marrëveshja në Palestinë? A e dini? Për pak. Kush i nxiti këto sene me shku prej Palestinës musulmu Izraeli aty që shkun me ato 2023. Për pak u konë tu u përfundu ajo. Në underground u konë. Dikush aty e ka bo. Dikush aty ka nxit. I ka përzit dikush çështjet aty. Për mos me ndodh marrëveshja. Së ndodhi marrëveshja, çka u bo? U rrafshu Gaza. Çka u bo për 1 vjet? A pisheni çka u bo për 1 vjet? Pse? Më thojza kishte argument Izraeli, që me thonë? Na sulmaj, fëmijët na ka myt. A thejke qështu? Tash do ta shihni kush është Izraeli. A tha Netanyahu, hini edhe boni rraf shkrejt. Më konë si në kohën e Salaudinit, apo në kohën e asje, po bëjmë. Si në kohën e Perandërisë Osmane, për shembull, veç një shfaqje që e kanë bëjo muslimant francez më dohet, ofër kufirit Perandërisë Osmane. Jo që kanë imrana në Perandërinë Osmane. I ka thonë veç urdhër sultani, api hek çato femna që po sillen, se po mi prishish miletin tem, a ushtrin ta çova. E kur jemi në qatë periudhë, atëherë na flasim ndryshe. Shtetet ku të fuqizon, ata e bëjnë gjihadin, i bëjnë këtë senet, mos të bëjmë hajgarëllëk na me këto sena, thotë jemi në kohën e Salaudinit, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, në kohën Medinase jemi. Çashtu t'jën të i bo vllaznia do postimet e sene.